Do opozita, po e prej thanë, po ndërkohë kemi marrë në gjithë kohë. Teza jote është që forca kryesore ndiqet, se tjerët nuk ndiqet. Në demokraci nuk është kështu. Meloni ishte 3% dhe shkoi 33%, megjithëse ishte fort e vogël. Po si mbushte sheshat apo mori votat? Mbushi Pepe Grillo që përmende ishte pak dhe u bë 30 ca %. Në demokraci. Ndërsa në regjime... Nuk do flasë për partitë kongrese, se ka ndodhë në disa ngjarje tani bas zgjedhjeve. Në regjime, ku regjimi ndërton strategjinë për të eliminuar opozitën, nuk ka më... Po si zgjidhet, nëse janë gjitha qarje, dakor, qam, do të bashkojmë dhe unë qarje. Do të bëjmë uji. Hajde bëjmë iso. Qani ju, po qaj unë. Hajde qajmë të dy. Po, keni të drejtë, regjimi është qëndësirë. Jo, aje është qëndësirë. Si të bëjmë? Jo, më nuk po them të fare, nuk po them fare do viju. Nuk po them kështu si që jemi nuk vinë, them unë. Si të bëjmë? Si të bëjmë? Ma thuaj pak. Do qajmë të dy, hajde bëjmë iso. Oj, vazhdo. O, bo, nak, uj. E po do të bëjmë me kështu tani. Po si të bëjmë, hajde do bëjmë me qarje. Po se ju s'po m'lini të flasë pra. Ju qani po qaj dhe unë. A do t'japi, jo pra nuk pyeta se s'më let ta mbaroj. Do më lesh ta mbaroj tani. Do më lesh ta mbaroj. Po jo, mos ke 10 minuta zotri tani jam marrë. Jo se ka thënë akoma. Po se la as fitimi nuk ke gjë zotri. Po nuk po vlat mua. E mirë, dakor. Mirë, po. Po mirë, base fitoj bashkë po. Ta tha Fitim Zekthi. Tha, diagnozën përcakton fillim. Në qoftë se ti më ketë caktuar një diagnozë të gabuar, siç më ndodh në rastin tënd, atëherë dhe zgjidhja do jetë e gabuar. Cila është diagnoza e drejtë? Diagnoza e gabuar është kjo që ti thua duhet jem unë, se jam më ndershëm moralist, po kështu pra duhet fikin ca. Jo, se thash as duhet ikin ca, unë thash duhet vinë ca tjerë, duhet vinë gjithë bashkë. Thash të kundërtën e këtyre pra. S'm keni ndjek. Ju po thoni atë që mendoni ju që duhet të themi. Ka 5 minuta dhe po. Nuk thash atë. Ndoshta e thjeshtoj pak unë. Unë mendoj